Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtat, si fillim ju njoh me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit të OKB-s diskuton për Kosovën, vendi përfaqësohet nga ministri i jashtëm Leu Konjuca. Ky në fjalimin e tij kërkon që Serbia të përballet me realitetin e ta njohë pavarësinë e Kosovës, përsëritet thirrja për mbylljen e UNMIK-ut dhe ajo për dorëzimin e Radojqiqit. Nderohen 114 ushtarët e rënë në betejën e Kosharës në 27 vjetorin e ngjarjes së lavdishme. Liderët shtetërore ata politik bëjnë homazhe. Me syre ishte edhe Qerime Shala, e cila rrëfeu se si e humbi të birin, pa arritur që të takoj për herë të fundit pas 18 vitesh pa e parë. 18 vjet nga miratimi i kushtetutës në Kuvend, Kosova e shënon ditën e aktit më të lartë juridik me fesë zyrtare. Veçurimeve nuk munguan thumbimet, se 5 vitet e fundit kushtetuta është shkelur me të madhe. Pas përfundimit të intervistimit të kandidatëve për gjyqtar në kushtetuese, 6 u rekomanduan për votim në Kuvendin e Kosovës. Për këtë nevojitet vetëm shumicë e thjesht nga deputetët që kanë afat deri në qershor. Varrosët punëtori që vdiq dje në vendin e punës në Deçan, 6 incidente të tilla me fatalitet u shënuan që nga fillimi i vitit në Kosovë, faji i vihet Inspektoratit të Punës. Betejë e Kosharës dhe 114 ushtarët e rënë në ngjarjen e lavdishme sot u kujtuan e nderuan nga lider shtetëror e jo vetëm. Në 27 vjetorin e saj u lartësua krejt çka heronj bën për lirinë e vendit, përderisa madhështia e betejës bëri që dikush t'i lër anash edhe inatet politike. Homazhet po i kryen në petkun e 2 pozitave shtetërore. Në 27 vjetorin e betejës së Kosharës, kryekuvendarja dhe një herët ushtruesja e detyrës së presidentes Ajbulina Haxhiu shkoi për të kujtuar dëshmorë që ranë në çlirimin e Kosovës. Dorë për dorë përshëndaste edhe familjarët e viktimave. Këtë homazh bëri edhe paraardhësja e saj presidentja Vjosa Osmani. Ajo lartësoi dëshmorët e rënë në këtë betejë. Kosharia na ka lënë Kosovën amanet, na ka lënë Shqiptarin amanet dhe ne duhet sot ta ruajmë këtë amanet si syt e ballit dhe të sigurohemi që Kosova ecën përpara për të hir të kujtimit që na lanë dëshmorët, që na lanë heronjt dhe na lanë martirët e lirisë. Për krah njëri tjetrit, këto nderime bën edhe 2 ish-komandantë të UÇK-s, Ramush Haradinaj e Ali Ahmeti, të cilët u shpranë në fjalët më të mëdha për betejën e lavdishme. Tu pushojnë luftarë gjatë nga gjitha trevat e atë tonë e kombit tonë, por ka edhe prej popujve tjerë që ju kanë bashku luftës tonë drejt. Nuk harrojmë as një herë me shpreh respektin për gjithë që kanë dhënë për liri, pra familjet dëshmorëve, martirët, familjet e martirëve, invalidët, bashkëftarët e gjallë. Përveç që është e larë me gjak, është ditë e shënuar sepse thyhet kufiri shqiptar o shqiptar, është ditë e shënuar sepse të gjithë ta luftarë të rënë këtu dhe të gjallë kanë qenë një fuqi që i ka dhënë forcë, moral tërë brigadave që vepronin në rrafshin e Dugaxhinit. Pas homazheve ku nderuan edhe përfaqësues të partive opozitare, u mbajt edhe një akademi përkujtimore. Aty edhe inate duket se u lan anash. Ani pse patën përplasje në Kuvend disa ditë më parë, Ramush Haradinaj dhe Donika Gërvalla shtrënguan duart me njëri tjetrin. Nga fojtoria kryekuvendarja e cilësoi Kosharen si betejën më të lavdishme. Kjo e dëshmon se lufta jonë për liri ishte e drejtë. Ndaj pati e hon aq të madhe e të gjerë, saqë mori për krahje nga e gjithë bota demokratike. Më 9 prill 1999, luftëtarët e UÇK-s të udhëhequr nga brigada 138 Agim Ramadani arritën të thyen kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke hapur rrugën për furnizim me armatim dhe mbështetje logjistike. Kjo betejë që zgjati deri më 10 qershor 1999 u zhvillua në kushte të vështira dhe me një vendosmëri të lartë të luftëtarëve shqiptar, ku mbetën të vrarë 114 ushtarë.
Në përkujtim të betejës së Kosharës nuk munguan familjarët që dekada pas kujtojnë në detaje momentet e fundit me ushtarët e UÇK-s. Një kujtim të tillë nuk e pati edhe Qerime Shala, të cilës i vdiq djali që nuk e kishte takuar për 18 vite. Gurbeti kishte ndarë me djalin e saj. 18 vjet Qerime Shala presi ta shohte birin që ishte larguar nga Kosova. E në vitin 1999, Sulemani u kthye në ADI, por me pushë në krah për të luftuar për lirinë e vendit. Rane Koshare pa arritur të atakojë nënën e tij. Kur orën koshore, nuk ka vro, kur kum dit, unë qatëherë kum dit kur, a 30 vjetë kena nejt, veç unë me plokun, djelë Gjermani, për to s'kum dit kur gjojq, kjo orën vronë koshore. Dhimbje e madhe për të gjitha ato nëna që kanë humbur djemtë e tyre në betejën e Kosharës. Sinoma për vlat, po i shoval për gjenet e ju për paroni tonë. I ka zonë 2 djeli qikë. Shumë prej ushtarëve dhe të rënë në betejën e Kosharës kanë ardhur nga perëndimi. Vllovu konë Gjermani me letra, me çdo sa në rregull, e ka po luftën sa në që shpo zhvilluën dhe ka morë vendimin e orë për nëna. Beteja në të cilën ranë dëshmor 114 ushtarë, njihet si beteja më lavdishme e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Kosova shënoi sot edhe ditën e Kushtetutës, aktit më të lartë juridik të shtetit. Kushtetuta e Kosovës është ratifikuar më 9 prill 2008 dhe ka hyrë në fuqi më 15 qershor të po atij viti. Ajo është hartuar kryesisht mbi bazën e planit të Ahtisarit, dokumenti që shërbeu si themel për shpalljen e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt 2008. Me 14 kapituj dhe 162 nene, Kushtetuta e përcakton Kosovën si shtet të pavarur, sovran, demokratik dhe të pandashëm. Ndryshimet kushtetuese mund të bëhen vetëm përmes një votimi të dyfish në Kuvendin e Kosovës me 2/3 e deputetëve në përgjithësi dhe me 2/3 e deputetëve nga komunitetet jo shumicë. Në shënimin e kësaj dite, Kryer Institucionale Partijak kanë uruar dhe nënvizuar rëndësinë e respektimit të saj. Por nuk munguan as akuzat. Krejoja e AK-s, Ramush Haradinaj, tha se kushtetuta u shkel plot herë 5 vitet e fundit, duke anashkaluar parimet e saj. Ai kërkoi që kjo praktikë të ndalet urgjentisht. E në institucionin e gjykatës kushtetuese u rekomanduan për votim 6 emra të rinj për gjyqtar. Ata do të votohen në Kuvendin e Kosovës, proces për të cilin nevojitet një shumicë e thjeshtë. Por ajo që po kërkohet nga ligjvënësit është që ta kryejnë detyrën e tyre pa vonesa. Para anëtarëve të gjitha subjekteve politike u paraqitën për 2 ditë më radhë. Atë proces e kryen të martën e të mërkurën para komisionit të posaçëm plot 22 kandidat për gjyqtar në kushtetuese. Brenda dyreve të mbyllura të sallës, të gjithë këta u intervistuan dhe 6 më të mirët u rekomanduan për votim në kuvend. Sipas poentimit, kryeson Benina Kusari dhe Emine Abdyli Pozhari me 9.7 pikë, Flamur Mrasori me 9.5, Irida Gjafaj me 9.2 dhe shpresa Emra e Zahir Qerkini me 9.1 pikë. Njëra nga më të kuotuarat, Emine Abdyli Pozhari, është gruaja e Gjevdet Pozharit, ish këshilltarit e ministrit të shëndetësisë Arben Vitia. Me saj dhe 5 të tjerëve, tash ligjvënësit e kanë në dorë të zgjedhin 2 nga ta dhe për këtë nevojitet vetëm shumica e thjeshtë. Jo, nuk ka nevojë për opozitën, mjafton ajo shumica e thjeshtë dhe përmenda më parë se si bëhet, domethënë 61 duhet jenë për. Po mbaret edhe sa e ka të pranishëm në seancë mirë, por një shumicë thjeshtë. Dhe mjafton që të shkohet prandaj të pranohet pra dhe të konfirmohet zgjedhja e cili do kandidat, këtë rast 2 kandidat. Mirë po deputetët duhet ta kryen këtë proces pa humbur kohë pasi rrezikohet funksionaliteti i gjykatës kushtetuese. Ka nevojë sepse sa më parë ta bën këtë punë ky kuvend derisa është në funksion për arsye se tani struktura është në tetik. Mund të ndodhë që me kalimin e mandatit të disa anëtarëve në qershor deri në qershor, nëse nuk bëhen zgjedhjet e këtyre 2 gjyqtarëve, mund të ketë probleme edhe me forumin e gjykatës kushtetuese për çështje të ndryshme të cilat mund të kërkohen të zgjidhen, të trajtohen, të zgjidhen
gjykatën kushtetuese. Po, pra mund bëhet jo funksionale komplet kushtetuese Po, pikërisht mungesë kvorumit. Gjatë legjislaturës së 9, disa herë dështuan tentativat për emrimin e gjyqtarëve të rinj në instancën më të lartë gjyqësore. Më pak kohë se për votimin e gjyqtarëve ka mbetur për zgjedhjen e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Kur janë në dispozicion vetëm edhe 3 ditë për këtë, PDK-ja po kërkon që ta ketë edhe një përfaqësues në këtë institucion, e njësoj vlerësojnë edhe nga shoqëria civile. Më herët është dashur të përmbyllet, pra me presidentën Vjosa Osmani Sadriu. Detyrën e presidentes filloi ta ushtroi, por s'po i pëlqen që një punë i mbeti kësaj. Megjithatë, Albulena Haxhiu tha se do t'i trajtojë të gjitha çështjet me prioritet, përfshirë edhe emrimin e antarit të fundit në KQZ. Atë e la të papërfunduar Vjosa Osmani, të cilës gjykata kushtetuese ja shpalli të papranueshme kërkesën pikërisht për këtë temë. Por nga Partia Demokratike e Kosovës po kërkojnë nga Haxhiu që ta emërojnë antarin e dytë nga radhët e tyre, e jo të tretën nga vetëvendosja. Jemi drejtuar edhe zonjës Haxhiu si ushtruese e detyrës së presidentës me kërkesën e njëjtë, sepse kemi konsideruar që kjo nuk është më çështje interpretimit politik, po kjo derivon nga dispozitat kushtetuese të Kushtetutës së Republikës Kosovës që antari i dytë i takon Partisë Demokratike të Kosovës në Komisionin Qendror Zgjedhor, po presim që kjo e drejtë që na takon me kushtetutë të vijë në vend. Të njëjtin mendim e kanë edhe në Institutin Demokratik të Kosovës, për të cilët dihet qartë se nga cili subjekt duhet të emëruar antari i fundit në KQZ. Antari i dytë i takon në këtë rast Partisë Demokratike të Kosovës, meqense modeli që aplikon Kosova është model strikt i përfaqësimit, ku nuk merret parasysh proporcionalitetin kuvend, por nuk ka rëndësi se sa deputet ka një subjekt politik, përsa kohë që kualifikohet grupi parlamentar si i tillë, atëherë automatikisht edhe ndarja e vendeve bëhet në të njëjtën formulë. Në rast se ushtruesja e detyrës së presidentës nuk vepron, atëherë çështja mund të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Në të kundërtën, natyrisht që ne do t'i shterojmë të gjitha, po e them, arsyet dhe natyrisht që do të shohim mundësinë që drejtojmë kërkesën në gjykatën kushtetuese për shkeljet kushtetuese në rast se ne nuk e marrim antarin e dytë në Komisionin Qendror Zgjedhor. Afati i fundit ligjor për ta bërë emërimin është 11 prilli. Fundi i prillit është edhe përfundimi i afatit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje. Kjo nuk po i ngut partitë që të arrijnë marrëveshje për këtë temë. Madje po vazhdon akuzat se dikush po e zvarrit procesin. 28 prilli është data finale. Vetëm 19 ditë i ka mbetur partive politike për të gjetur konsensus për presidentin e ri. Në të kundërtën, ato i pret edhe një proces i ri zgjedhor. E se përpjekjet për të shmangur zgjedhjet e reja janë serioze, po thot shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbrie Nagavci. Ju e dini që kryeministri është takuar me kryetarin e LDK-s Tin Abdi Gjiku në ditët e kaluara. Besoj që po vazhdojnë angazhimet e tij për të gjetur një zgjidhje, edhe jam e bindur që angazhimi i tij do të jetë maksimal që vendit t'i ofrojmë një president të zgjedhur në Kuvendin e Republikës së Kosovës në këtë legjislaturë, edhe të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja. E nga PDK që Kurtit i kërkuan adresim me letër publike, përgjithësim po e hedhin direkt tek ai. Unë mendoj që në qoftë se ka vullnet për ta zgjedhur presidentin Albin Kurti, atëherë zgjedhja është e lehtë. Qoftë se nuk ka vullnet për ta zgjedhur presidentin, ai do përpiqet ta akuzojë opozitën që këta janë fajtorë që nuk u zgjedh presidenti. Tani, cila është arsyeja, ne po e dimë. Haliti shton se lidhur me këto takime po mungon transparenca, derisa kolegja e tij nga AK-ja, Time Kadriaj, ato i shes si veprime për ta zvarritur procesin. Unë po mendoj që këto takime po organizohen për mos gjetë zgjedhje në fakt, sepse e kuptojmë tashmë politikat e zotit Kurti, se ai dëshiron të ketë gjithçka nën kontroll dhe tash dëshiron ta ketë edhe pozitën e presidentit dhe pikërisht ne kemi thonë hapur se don ta kap komplet shtetin, ka orë në pushtet me teorinë e çkapjes së shtetit, ndërsa po e shohim se ka kap çdo borxh, çdo agjencion edhe çdo digaster të qeveritor, duke rritur edhe numrin e digasterëve, duke rritur edhe numrin e ministrive.
Derisa mes partive s'po vrehet progres për konsensus, kryetaria e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ka deklaruar se është e gatshme të ndihmojë në procesin e zgjedhjes së presidentit. I propozuari vetëvendosjes për president, aktualisht ministri i jashtëm Glauko Njuca, sot qëndroi mijëra kilometra larg Kosovës, pikërisht për ta përfaqësuar vendin tonë. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ky kërkoi nga Serbia që të pajtohet me realitetin e ta njohë shtetësinë e Kosovës. Kosova mbetet e gatshme të normalizojë marrëdhënien ndërshtetërore dhe fshinësore. Megjithatë, pengesë ndaj paqes dhe normalizimit të marrëdhënieve mbetet Serbia, që as nuk është interesuar të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën e as të hyjë në BE. I bëjmë thirrje Serbisë të ballafaqohet me realitetin e vet dhe ta njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran, dhe të mos mbajë peng të gjithë rajonin të një hegemonie. Nga kjo ngjarje u deklarua përfaqësuesja e SBA-s Tammy Bruce, e cila kërkoi nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të shmangin tensionet e të fokusohen në dialog. Trump dhe amerikanët po dëgjojnë me kujdes saqë ju të zotoheni qartë për të punuar e prosperuar së bashku, ka deklaruar ajo. Bruce ka përsëritur edhe një herë qëndrimin amerikan për mbylljen e misionit të UNMIK-ut. E përfaqësuesi i Francës e cilësoi si të papranueshëm faktin që autorët e Banjskës janë të lirë edhe 2 vite pas sulmit. Për vendin folën edhe përfaqësuesit nga Britania e Madhe, duke kërkuar që përgjegjësit për sulmin terrorist në Banjsk të vihen para drejtësisë. Pikrisht në Britaninë e Madhe ndodhet sonte kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili po merr pjesë në një diskutim të organizuar në Londër nga një institut për kërkime dhe politika zhvillimore. Lajmi u bë i ditur nga koordinatorja e komiteteve në lëvizjen vetëvendosje, Dejona Mihali, e cila njoftoi përmes një postimi se tema e diskutimit do të jetë shtetformimi ekonomik dhe stabiliteti global. Diskutimi në Londër do të jetë i hapur për pjesëmarrje fizike dhe online për publikun e interesuar, gjë për të cilën njoftoi edhe Mihali. Flasim tani për dëmet materiale që ju shkaktuan plot qytetarëve, kur në muajin janar u ballafaquan me vërshime në shumë komuna. Mes më të dëmtuarave ishte edhe ajo e Drenasit, e cila akoma nuk është kompenzuar. Për këtë banorët shprehen pakënaqësitë e tyre para të shtatë. Dëmet nga vërshimet ekzistojnë ende. Ani pse kanë kaluar 3 muaj, ato mbeten të dokshme në biznesin e Besart Adias në Drenas. Kjo komunë ishte ndër më të prekurat nga vërshimet e shiut në fillim vite. Njashtu edhe shumë qytetar. Nga kjo vështirë se po mund të rimëkëmbet familja Adia. Ka gjë ndoja mbi 150.000 euro. Nuk ka pos domë që nuk kena mujtë edhe mi cejk që na kanë lyp. Kanë qenë, ka posë rrasë kërë mi ka marrë vërshimet dhe rrasa thellne, mi ka ka vërshimet, mi kanë që jashtë, në më thonë lumin, edhe nuk gjinin më ato, është problem, domet kanë qenë shumë doja. Mjetet financiare nga komuna akoma nuk i kanë pranuar. I kena quna me kërkesë të komunës, kanë thonë me apliku, kena apliku, me në një musë në kanë dimu kërkosh, sa ma vënë për nejmë është nda maj madhë, se na kena burë që kena për shambull e kredia diçka ngjajshme, sa që na kena mila, edhe duhet nashta me shku dhe në falimentim, shko kjo mos për krajës shtetit të komunës, kush ju kompenzon diçka. Mira euro dëme, po atje edhe familja Haziraj nga kjo komunë, njëjtë thonë se po presin për kompenzim. Mrana të këte 1 metër, vazhdimet e një 20 se sajnë komartë, edhe kretë më dëmona ka shkatru, kati parë, këtë këna qitë, këna hupë, këtë që këna postë, me kthesa, me kuzhina, me këtë. Nga komuna e Drenasit tregojnë se janë 254 qytetarë që po presin të pranojnë mjete financiare. Vlera totale ka arritur në mbi 1.500.000 euro, derisa po presin ekzekutimin nga qeveria. Subvencionimi i qytetarëve për dëmet e shkaktuara nga vërshimet ende nuk ka filluar, pasi kjo çështje është në kompetencë të nivelit qendror, përkatësisht të qeverisë. Deri më tani, komuna nuk ka pranuar ndonjë informatë zyrtare lidhur me afatin e shpërndarjes së mjeteve financiare nga ana e qeverisë. Qytetarët janë vazhdimisht të interesuar dhe drejtohen me pyetje lidhur me kompenzimin e dëmeve. Ndërkohë, Komisioni Komunal për vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera është në kontakt të vazhdueshëm me Komisionin Qendror.
Televizioni ka kërkuar një qëndrem edhe nga qeveria e Kosovës dhe Ministria e Financave, por të njëjtët nuk kanë kthyer përgjigje. Vështirësitë financiare i detyrojnë shumë qytetarë të Kosovës të punojnë në kushte të rënda. Për këtë dikush e psoi edhe me jetë. Gjatë këtij viti 6 persona vdiqën në vendin e punës e për këtë përgjegjësia po vlerësohet se është te Inspektorati i Punës. Vendi i punës, përmes të cilit siguronte jetesën, u bë shkak i vdekjes së tij. Ushtari i UÇK-s, Gjevat Hasan Metaj, vdiq pasi e zun disa dorrasa në punëtorinë që ndodhet në strellës së Olët të Deçanit. Ky u varros së enjtën, ndërsa një tjetër mbeti lënduar. Ngjarja tragjike po hetohet nga policia e Kosovës. Ky nuk është rasti vetëm kur punëtorët vdesin në vendin e punës. Sipas sindikatës së pavarur të sektorit privat, vetëm vitin që shkoi, 32 incidente përfunduan me fatalitet. Fatkeqësisht edhe ky vit, sikurse viti 2025 ka filluar me një numër të frikshëm të rasteve të vdekjeve, vetëm deri në 3 mujorshin e parë dhe deri në ditën e djeshme kemi 6 raste të vdekje në vendet e tyre të punës. Yusuf Azemi nga kjo sindikat rëndit arsye që sipas tij punëtorët detyrohen të punojnë në kushte të vështira. Gjendja ekonomike sociale e rëndë, shpeshherë punëtorët rrezikojnë që me çdo kusht familjes t'i krijojë kushte minimale edhe për jetesë, edhe për shkollë, për gjëra tjera. Për numrin e lartë të incidenteve në vendin e punës, gishtin po e drejton ka Inspektoriati i Punës. Fajtor për këtë gjendje është edhe qeveria e Kosovës, sipas drejtorit të Institutit për Politika Sociale Visar Ymeri. Fatkeqësisht nga kjo qeveri në vend se të kemi një ndihmës për sindikatat, na kemi pa një luftë këgjat të fuqishme kundër sindikatave që mendoj që ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë pozitën e punëtorëve në Republikën e Kosovës përgjithësi. Nga Inspektoriati i Punës nuk u përgjigjën për televizionin shtagjat së enjtës rreth masave që kanë marrë për vdekjet në vendin e punës. Vendin e punës e humbën 5 qytetarë që jetojnë në Mitrovicën e Veriut. Ata në një deklarim për emisionin Kosova Live në T7 e cilësuan përjashtimin e tyre nga puna si spastrim etnik, gjersa treguan edhe që nuk u respektua kontrata e punës me të cilën kishin lidhur marrëveshje. Dita e enjte është edhe e fundit e punës për ta. 5 punëtorëve shqiptar i u ndërprej angazhimin në sallën sportive të Mitrovicës së Veriut. Veç kësaj, u larguan edhe mbishkrimet shqip. Për këtë, koordinatori i punëve teknike Armend Sejdiu nuk qëndroi në heshtje. Ai tha se u larguan nga puna duke mos u respektuar kontrata që kishin. Qatë ditë që na kanë thirrur për takim, qatë ditë na kishin thirrur me na tu lajmin që kontrata nuk na vazhdohet. Na e kena pas kontratën 6 mujore produse, dhe cila nas ka dhënë në 16 prill. Madje largimin e tyre nga puna e cilëson si spastrim etnik. Por pas vrejtje gojore që ajo ka qenë, nuk po në rregull mirëmbajtja, nuk po me çdo sene punave thon banale, apo kupton. I njëjti arsye tem i u dha të gjithë punëtorëve të larguar. Te 95% e njëjtë, ndoshta diku ne kanë thonë diçka tjetër, por shumica nuk janë kënaqur me punën që e kanë bërë. Televizioni shtat ka tentuar të marrë përgjigje nga komuna e Mitrovicës së Veriut, mirëpo nuk u lajmëruan gjatë së enjtës. Shikues të nderuar, këtu po e përmbyllim edicionin e lajmeve për sonte. Ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.